Unë nuk pajtoha me këtë vendim, ky vendim është qesharak. 12 vite bërgim t'i merr një kriminal ku me sytë e mi e pash në krim, tortura, i përjetova, ku ende sot plagët më kullojnë gjak. Dhe më thonë është të merë. Unë nuk pajtoha me këtë vendim. Besoni që mu këta më kanë pushkatu serbe 2 herë. Sot jem tu pushkatu edhe ndoshta edhe nga shqiptarët, nga gjykatat. Dhe më thonë, unë nuk kam sigurim, nuk kam mbrojtje, për ditë kërcënona nga njerëzit që nuk ja donë të mirën Kosovës. Unë jeta ime ka qenë në rrezik disa herë, ku kam kërku mbrojtje nga prokurori, dhe më thonë, nuk mu ka ofru mbrojtje. Unë vinë shpenzimet mia, me qindra herë kom marrë që 5 vite. Kam kërku për transport për dëshmitarë, nuk vinë dëshmitarë që janë maltretu gjatë viteve 90, deri në vitin 1999. Dhe më thonë, këtu nuk pajtohem unë me këtë vendim, 12 vite bërgim është shumë pak, 12 vite bërgim, një kriminal luftë e mi morë, kja është çmenduri, nuk ka drejtësi, unë nuk shoh drejtësi, nuk e di ku o drejtësia. Unë sa di vuj pasojat. Unë nuk e di që 27 vite që muj mi bo 5 minuta gjumë, për shkak të dhimbjeve që i kam. Nuk kam çka me shtu unë. Unë ju përshëndes juve mediave, i përshëndes shqiptarët, nuk kam çka me shtu ma shumë. Pavarësisht zgjatjes procesit, spakut ne 4 si dëshmitar për i 32-ve, që jemi të pakënaqur me vendimin, edhe pse kemi parasysh se ligjet e asaj kohë me të cilat është dënu, dënimi maksimal është 15 vite, kjo tregon se është vërtetu dënimi prej 12-ve që është bën shkallën e 2 pas ankesës avokatit i kriminalit Bajrović. Megjithatë ne duhet të pajtohemi dhe duhet ta krijojmë besimin në gjykatat tona, as që ka para pa ligji, as që ka para pa gjykata dhe s'kemi çka të bëjmë. E keqja e gjithë kësaj është mos përkrahja e dëshmitarëve nga shteti, mos interesimi i dëshmitarëve që të vinë pa marrë parasysh rrethonat me cilat ne jemi përballë, jo vetëm me shpenzime, po me të gjitha. Në rastin konkret të Naimit si dëshmitar kryesor që përballet me shëndetin, me pasojat, me traumat psikologjike e gjithë të tjerat. Shpresojmë që drejtësia sa do me vonesë do të bie në vend. Shpresojmë që shteti ynë sa më shpejt të organizohet, fuqizohet dhe të mos nalet në hetimin dhe zbulimin e kriminalëve. Kaq.